Arnita Kastroati që një vëzirë ka qenë edhe fituese çmimit të orkestrës në vitin e kaluar, e cilin e kemi në studio, kështu tham ta emocionojmë shumë edhe gjithsesi. Duke i ftu krejt dëgjuesit tonë, ne shkruajmë komentu në 044432 jemi në dy kanalet, në Radio Kosova 1 dhe Radio Kosova 2, kështu që një përshëndetje madhe për krejt dëgjuesit tonë besnik që kemi gjithandej. E që e tham edhe në hyrje, jemi në terminin e gramofonit dhe të mesditës në kanalin e parë dhe të dytin, për ndryshe e përshëndesim dëgjuesin ton Tregut të gramofonit nga Gjakova, që tha me kaq entuziazëm, me siguri qeveria ka mjau që të rokat. E kemi nisë emisionin. Fjala jote, urojmë që t'jetë del ashtu si që ke shkru, por të falenderojmë që ty edhe krejt dëgjuesve tonë që janë me këtë emision special kushtuar festivalit të këngës ose Fest 3. Por tash i urojmë mirëseardhje Arnitës. Arnita, mirë se erdhe. Edhe është kënaqësi që të kemi për të dytën herë këtë vit, por e gjitha në nder të festivalit të këngës. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se u gjeta, edhe kënaqësia ime është shumë e madhe që gjendem këtu me ju të dyja që jeni të mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit edhe ty, e dëgjuam Arnit edhe këngën tënde pjesëmarrëse në festivalin e vitit të kaluar apo të vitit 2024, që ka qenë po ashtu edhe fituese e çmimit të orkestrës. Kështu që pak emocione, a? Se na the edhe derisa ishte duke shkuar kënga. Edhe këndoj kështu, e kish marrë mall edhe këngën me dëgjuar. Ka qenë një eksperiencë e paharruar, edhe uroj shumë që të përsëritet prapë vitin e ardhshëm. Që një kandidate potenciale, një garuse potenciale. Unë jam shumë e lumtur edhe shumë krenare që po flas për festivalin e këngës edicioni i 3 këtë vit. Edhe jam shumë e emocionuar që jam sot këtu për të folur për këtë festival. I uroj të gjithë kolegët e mi që të dalin në skenën e neteve live. E di që është përgjegjësi shumë e madhe, por mu ka qenë veç pjesëmarrja, do me thonë që kom qenë aty, në atë skenë ma gjepsëse, ka qenë për mu një emocion shumë i madh. Edhe uroj që të gjithat artistë ta përjetojnë këtë emocion. Për ndryshe na kemi qenë prapa skena vitin e kaluar, aty jemi taku edhe me Arnitën dhe me konkurrentë të tjerë, edhe kemi kalu tepër mirë, edhe ajo që na ka pëlqyer dhe kemi përmend gjatë gjithë kohës, ka qenë ajo energjia e mirë që keni pasur dhe ju garust mes vete, ajo atmosfera që ju ka përcjell, nuk dukeshin që jeni me një garë, po tamam si shokë me që keni dalë dhe me mbështet njëri tjetrin. Shumë e vërtet, na jemi kanë një ekip që e kemi dashur dhe kemi respektuar shumë njëri tjetrin, nuk kemi pas as gjelozi, azili. Nëse më kish i pyet çka kishte ndryshu, do të thotë në atë festival, unë nuk kisha ndryshu absolutisht as edhe një pikë, për shkak që gjithçka ka qenë perfekte, organizimi, po ashtu gazetarët, e kam thënë edhe më herët që na kanë suportu vazhdimisht. Edhe fituesi ka qenë jashtëzakonshëm e ndriti, e ka merituar edhe ai plotësisht. Edhe çmimet e tjera, gjithçka ka qenë e mrekullueshme. Sa mirë vjos me dëgju një konkurrente që e pranon çmimin, që e ka marrë çmimin e parë që e ka marrë dikush tjetër, se nuk është që na shkon me pranu diçka tjetër. Jo, Endrite është super artist, edhe i lumt. Por, Arnit, keni kënduar gjatë 3 netëve të vitit të kaluar, apo? Dhe sot, për shembull, kur e kujton, a e mendon që ndoshta natën e parë kom këndu ma mirë, ose natën e dytë, ose këto, pak më shumë e kisha arrit zërin, ose kisha bërë diçka tillë, ose edhe performancën, paraqitjen. Me thënë të drejtën, natën e parë jemi kanë të gjithë nën ethe. Edhe vetë fakti që ishte hera e parë, që së paku po flas për veten, ishte hera e parë që performova në atë lloj skene gjigande. Edhe natën e parë dhe natën e dytë kam mujt me këndu edhe pak më mirë se që kam këndu. Mirë po e kërkojsha me patjetër, me shumë dëshirë edhe finalen, për me pas edhe një herë mundësi me dalë edhe me tregu veten. Kurse për çmime nuk ka pas rëndësi, vetë fakti që kemi qenë atë skenë për mua është kënaqësi e madhe, jo vetëm për mua, po besoj edhe për konkurrentët e tjerë që kanë qenë. Kështu që natën finale ke shkëlqy tamam. Pastaj e ke përmbush ato që ke pas ato që ke dosh me u duket dhe më mirë. Po apo na tregon Arnita se çka të ka mësuar kjo eksperiencë, çka ke marrë prej kësaj eksperience të festivalit këngës?
Kam marrë shumë, kam mësu shumë, edhe gjana që më herët nuk i kam ditë, kam fitu eksperiencë. Edhe menxis po pres mi ju tregu drejtën me qenë pjesë e festivalit vitin e ardhshëm, sepse është mëkat nëse artistët e rinj nuk e provojnë këtë eksperiencë, këtë përvojë. Një thirrje fantastike, Vjos, shumë e sinqertë edhe shumë e mirë, shumë e drejtë për drejtë, por shumë e mirë, kështu që pse jo me marr pjesë, edhe pse Arnita veç na thash se do të jetë njëra ndër to. Kështu që siç duket do të kemi edhe vitin e ardhshëm prapë në studio, Arnita. Smet, me shumë kënaqësi. Ç'a mendon tash, a ke filluar me mendu diçka, a vish kështu po prej dëshirës të madhe për me qenë, a ke menduar ndonjë këngë, ndonjë material, zhandrin? Mendoj që kisha pas dëshirë me u paraqit me një balad, pak më të fuqishme, edhe me tregu akoma më shumë vokalin, kështu që besoj që ka me qenë balad. Nëse nuk ndron mendje. Nëse nuk ndron mendje. Por, festivali ka përfunduar, e fitove çmimin, çmimin e orkestrës, pra, por në jetën artistike të Arnitës, çfarë ndryshoi pas këtij momenti, pas paraqitjes në festival? Po, gjithçka ka ndryshu, edhe më ka bërë më të fortë ndoshta, edhe për skenat e ardhshme, kam mësu shumë që thash edhe pak më herët, edhe mendoj që do të thotë festivali e ka atë madhështinë e vet, sado që ti mundesh me kriju këngë të reja, me videoklipe e gjëra të tjera, do të thotë eksperiencën e festivalit nuk e zëvendëson as edhe një eksperiencë tjetër. Edhe mund vjen shumë mirë që RTK-ja në veçanti, me qenë se ndjek këtë festival, ka qenë e mahnitshme se si na ka trajtu neve konkurentave. Edhe na ka dhënë shumë mundësinë që për shembull Radio Kosova, Koverat e me vazhdon edhe i poston, i shpërndon, do të thotë na jep përkrahje. Edhe për këto i falenderoj shumë, edhe asnjëherë nuk mundem ju shpërbly për këto që ju bëni për artistat e rinj. Kështu që faleminderit edhe ty edhe për gatishmërinë që gjithmonë e ke kur të bën ftesë Radio Kosova ose RTK Radio apo edhe televizioni në përgjithësi. Përndryshe që nga ato 3 natët e edicionit kaluar e kemi kesh kështu të radios Arnitën edhe shohim që e kemi gjithandej në rrjetet sociale, është shumë aktive. Besoj që i ke pa edhe gjitha intervista, gjitha copza që i kemi ndarë edhe në kuadër të festre, se të kemi pa pak këtu na pëlqye, të na jap komente kështu. Ç'është po duket edhe ky edicion tash ndoshta pak ma e shlir, tu i pa kështu vish ullet tu i pa artistët, konkurrentët, copzat të këngëve tyre disa sekuenca që besoj që i ke pa i ke dëgjuar. Artistët që kanë me marrë pjesë këtë vit janë ekstrem shumë të mirë, duke fillu prej miqve të mi që është Santino, Bledi Kaso, pastaj ishte Xuxi, Teuta Halili, e artistë të tjerë, super vokale, shumë të mirë, edhe e di që kanë me shkëlqy në skenën e festivalit, po ashtu e përgëzoj edhe drejtorin, Rilin Gërvallën, i cili me sa dëgjova me një intervistë kishte thënë që ka me nda çmimi Okarina e Art, do me thënë për artistët të cilët kanë të arritura jetësore në fushën e muzikës. Edhe për këto e përgëzoj shumë, sepse edhe ata artistë që kanë dhënë shumë muzikës shqiptare duhet të shpërblehen në një festival të tillë. Pastaj Florent Boshnjaku, artisti i mirënjohur i ynë, drejtori artistik i festivalit, do të thotë gjithçka ka qenë perfekte, edhe vitin e kaluar provat kanë qenë shumë korrekte, edhe gjithçka shumë rregull. Po shfrytëzoj rastin, me qenë se jam këtu, me falenderu edhe kitaristin e mirënjohur, Valon Gashin, për të gjithë përkrahjen që më ka dhënë musi artiste. Do të thotë sepse na kemi shumë nevojë, dikush më na shty përpara edhe më na jap përkrahje, për shkak që kemi, do të thotë është e nevojshme. Kështu që gjithçka është perfekte, edhe Gen Saliu ishte skenaristi i festivalit, edhe ai një artist i mrekullueshëm. Kështu që e ke përcjell edhe besoj që do të jesh në ndonjërin prej natëve të festivalit. Po, kismetën do të jem në finale, edhe kam marrë me përcjell kështu finalen. Me shumë dëshirë se nuk mundem do të me i prit ata emrat që shkojnë deri në finale, kam atë stresin. Më kujtohet edhe mu pak vetja, sepse me thonë të drejtën nuk është që kom prit shumë që me qenë pjesë e finales, edhe momentin kur ma kanë thirrë emrin Arnita Kastrati,
Thash, wow, shkova në finale, merë një diçka shumë e magjeshme. Kështu që dhe me përjetu këtë edhe për finalistët garuesit e këtij viti. Mos harro na kim prapasken. Hajde pak. Përsëri tek. Ju jeni ajo që shi ambitort. Samira, Anita, faleminderit. Apo dëgjona unë streta, po. Mirë, mos harroni, keni Arnitën pastaj edhe në backstage-in e Radio Kosovës aty ku do të jem një ekip e madhe po ashtu që është duke punuar. Por Arnita çka po bën sot? Nëse nuk gaboj, je edhe me mësimdhënie, apo? Po. Hajde tregona pak për dëgjuesit. I kam edhe nxënësit e mi të mrekullueshëm që i përshëndes. Normalisht edhe roli i mësimdhënëses se ka një rol kyç edhe për ata nxënës që janë të vegjël për me ëndra shumë të mëdhaja. Edhe unë mendoj që si një mësimdhënëse ju jap shumë motivim edhe uroj që t'i shoh edhe ata një ditë duke shkëlqyer në skena të mëdhaja. E urojmë shumë. Po sa i përket muzikës, Arnita? Sa i përket muzikës, unë jam duke përgatit një këngë të re që ka me ardhur, besoj edhe me videoklip. Edhe do të vi kismeta për më vaj edhe këtë në Radio Kosovë. Nuk na haron, Anita, fantastike, mrekullueshme, nuk na haron edhe në promovimin e këngës. Po Arnitë, a ki pas rastin me kuptu për emrat garuesit e këtij edicioni të Fest Treshit? A kudzojnë avjos me përmena njëna, mërë me bu pak tifo ajo se... Kjo mundet na jo. Kjo na jo. Unë e boj tifo për krejt, për gjithë. Se krejt janë shumë të mirë, edhe ju kuptoj shumë emocionin. Do të thëtë, mos mendojnë kur gjë tjetër, veç le dalin edhe ta shijojnë skenën. Nuk besoj që duhet me prit diçka ma shumë artistat, përveç se do të thëtë dashurinë e publikut, të gjithat mbështetje, ato duar trokitje, mendoj që arritën e artist. Kështu që pse jo. A që të regoj dëgjuesve që Lina mbajti fjalën Besna, i ka dërgu disa fotografi kështu për konsum të brendshëm që tham, jo asesi, edhe me të vërtet duket bukur Arnit, besoj të kujtohet kjo hapësira, sepse gjithë artistët kanë ardhur me shumë emocione vitin e kaluar edhe na kanë ndo ato emocionet temi dhe fjalët ma sinqerta, sepse sa po keni performu, keni dalë aty dhe keni qenë super gatshëm edhe për intervistë, po edhe me u shkarku kështu emocionalisht tek studio tona, kështu që e njëjta gjë i pret edhe konkurrentët e këtij vitit, 20 prej tyre, e cilëve ju urojmë shumë suksese. Na i kemi thonë Arnitës që nuk i qysh me shku prej radios, pa këndu pa. Të kena mbyll derën, Arnitë. Krembona Street janë, s'ki qysh me dalë. Zgjedh çfarë do që ti ke dëshirë që me përmbyll këtë intervistë në mënyrën më të mirë të mundshme me zërin tënd fantastik. Po e këndoj një cover që e pata tash të Nexhmie Pagarushës, bilbilit ton shqiptare dhe këngëtares paharrueshme edhe të pakrahasueshme me ndonjë këngëtare se këngëtare tjetër. Po e këndoj pak. Si shkëlqimi hanës, ftyra e saj ndriqon, Kosovarja ime, djege përvëllon, ti moj bukuroshe, falma dashurin, trashëgim prej të parve, ke dhe bujarin. Ti moj bukuroshe, falma dashurin, trashëgim prej të parve, ke dhe bujarin. Kena duar trokitja stret. Bravo Arnita, me një zë fantastik. Kreqa dina me thonë është për vitin e ardhshëm. Kujdes, sepse e keni një konkurrente shumë të fortë. Tash edhe me përvoj. Po, edhe me përvoj, ja ka marrë dorën kësaj pune. Kështu që të përgëzojmë realisht për zërin fantastik që e ke Arnita. Faleminderit shumë, faleminderit juve për ftesën. Gjithmonë është kënaqësi me qenë me juve. Jeni shumë të mira edhe urojmë që kemi mi promovu edhe shumë projekte tjera paraqitje skenike këtu, te kjo.
Sigurisht, sidomos të rinjet që kanë talente të tilla, ne jemi ekspert për këtë fushë, po themi kështu, dhe ju japim hapësirën e merituar, kështu që shumë suksese Arnit ty në karrierën tënde si artiste, si më si dhënëse, po ashtu edhe presim të takohemi besoj në natën finale kur pas kemi ardhur me përcjell nga afër festivalin. Kismet.